Presidentja Vjosa Osmani do ta theksojë rëndësinë e miratimit të buxhetit të Kosovës si edhe miratimin e planit të rritjes së Bashkimit Evropian gjatë bisedimeve të ardhshme me partitë politike. Këtë ka deklaruar këshilltari i saj për mediat Bekim Kubina, pasi shoqëria civile në vend i bëri thirrje asaj t'i bashkojë partitë për ta miratuar buxhetin e ri. Presidentja do të bëjë thirrje për një kompromis politik nëpërmjet të cilit do të garantohet interesi i Kosovës dhe i qytetarëve të saj, si edhe do të sigurohet rruga përpara për avancimin e vendit, tha Kubina për mediat. Ai shtoi se Osmani do t'i inkurajojë partitë politike të bashkëpunojnë për ta shmangur çdo bllokadë që mund të ndikojë negativisht në mirëqenien e qytetarëve dhe në funksionimin e institucioneve të Kosovës. Osmani pritet të thërras për konsultime partitë politike së shpejti, pasi mandatari i parë për formimin e qeverisë së re, Albin Kurti, lëvizjes vetëvendosje, deklaroi se ka dështuar t'i fitojë votat e nevojshme për një mandat të tretë. Kosova e bëri kuvendin e ri muaj më parë, por dështimi javën e kaluar për të formuar një qeveri të re ka rritur rrezikun që vendi të hyjë në vitin 2026 pa buxhet.